në minimum mercenar, që nxin letra, shkrime, artikuj e të tjerë, janë mashtrues, kongenital dhe falsifikator të paskrupullt. Ata duhen të paraqesin, duhen të gjejnë në universin e farsës ishuj në të cilët pretendojnë se ishte paqja në zgjedhje. Këtu do paraqes pak qendrat paralele elektorale me qendrat e votimit të Partisë Socialiste, ku zyrtarë të niveleve të larta qëndrojnë të fshehur, klandestin, për të drejtuar operacion në tërët bulgar dhe paguar votat që blejnë. Sekrete. Pa asnjë shenjë elektorale. Në të cilën që ka gjithë këto hartat e Tiranës. Shihen prapa xhamit. Iken me çantën me dokumenta. Drejtoresh qendrore e inovacionit. Nxirë edhe një atë fytyrën e saj. Me kapuçon. Se kërkon të maskohet. Vazhdo. Ja. Ja. Një kriminele me detyrat larta dhe si ambathin, shikoni si ikin. Po, kjo duke se me qenë kokona, po nuk dini se është ajo apo tjetër. Të paktën në gjithë, po këto kush e marrë vesh? Famosja. Tani, këto janë dëshmitë e bosnëveshme të zyrtarëve që në shkelje të gjitha ligjeve dhe parimeve të zgjedhjeve vepruan në mbar Tiranën. Por Tirana, për avokatët e farsës që përpiqen ta paraqesin si zonë pa krim, u dominuan nga banda më të fuqishme. Në Tiranë operative ishin banda e xhabavdve,